e morë vendimin. Vendimin me 22 janar duhet ishte për masën e sigurisë, po masa e sigurisë u hoq. Pra, është vendim post-mortem. Pas vdekjes, s'ka ma asnjë vlerë. Edi Rama fitoi. Pariti. Janë derë shuma kolosale, është bërë gjithçka. Pasi mori licencë, lexoni si sulmonte sot me egërsinë më të madhe sistemin, shoqata, dhe duhet bëj një sqarim për mashtrimin e tij pas skrupull. U thot qytetarëve se duhen me çekiç të thyen arkën e buxhetit shtetit pse e kanë paditur. Jo, është gënjeshtër. Është Edi Rama shkaku i saj, sepse i ka caktuar Altin Dumanit në kundërshtim me parim në kushtetut, me parimet kushtetuese, me ligjet, një rrogë që nuk e merr kush në Ballkan, 7.300 euro. Kryegjykatësit të lartë dhe kryegjykatësit gjykatës kushtetuese, një rrogë shumë më të ulë se ai. Po, pra çfarë kërkojnë gjykatësit? Kërkojnë atë që ka parim kushtetuta, proporcionalitetin. Se nëse ti i jep prokurorit jo të përgjithshmit, as ati s'mund t'i japësh këtë, po prokurorit special 7.300 euro rrogë për të mbyllur doset e familjes ti, të gjithë ata kanë të drejtë të shkojnë në gjykat, kërkojnë proporcionalitet, s'kan kërkuar, ata kanë kërkuar proporcionalitet në gjykat. Të kë ka kryer Edi Rama. Ata kërkojnë barazim, që u takon me ligj. Të paguhet për një prokuror special. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot në krye të piramidës, sistemi i drejtësisë vendoset një prokuror. Enver Hoxha nuk e kishte këtë. Jo. I kishte të mërshëm prokuror, i kishte xhelat, i kishte po. Nuk ishte ata në krye të piramidës. Në krye të piramidës ishte kryegjykatësi.